Shënohen debate të forta në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Korçës për problemin e pazarit të vjetër të këtij qyteti. Këshilli me shumicë votash ka hedhur poshtë kërkesën për shtim të listës së aktiviteteve në këtë pazar, bërë nga tregtarët korçar. Atëherë ndryrja ka qenë e bazuar në disa vendime të Këshillit Bashkiak dhe në një vendim të Këshillit Ministrave, i cili jep autoritetin bashkisë apo njësive vendore për të menaxhuar zonat caktuara, siç është zona e pazarit, që është monument kulture i kategorisë të parë. Por është e gjithë lista e firmosur që janë vënë në dieni. Domethënë, insistoj që ndryrja e pardjeshme në pazarin e Korçës ka qenë e lajmëruar disa herë. Pra të gjithë tregtarët e dinin çfarë do të ndodhte. Dhe kanë qenë në dieni të gjitha vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe të çdo hapi që bashkia ka ndërmarrë. Flas për komunikimet zyrtare dhe me shkresë, ne nuk po ju mbyllim biznesin, ne nuk po ju mbyllim licencat, ne nuk kemi të drejtë ta bëjmë gjë të tillë. Por ama kemi të drejtë që në një ansambël i cili me ligjin e trashëgimisë kulturore ekziston në inventarin e monumenteve të kulturës të kategorisë të parë, me një vendim i Këshillit të Ministrave na jep ne të drejtën si pushtet vendor të përcaktojmë se si do zhvillohet një zonë apo një tjetër, ne në bazë të ndjekjes së strategjisë dhe politikës tonë që kemi për zhvillimin e asaj zone, vendosim që ajo zonë të kenë destinacion të caktuar, marrim disa vendime të Këshillit Bashkiak, të cilat po përpiqemi t'i zbatojmë në këtë fazë që objektiv kemi rivitalizimin e pazarit. Të kthehet pazari i Korçës, po e them edhe një herë, i mbyllur në atë formë, ka ndodhur një herë 45-ën, po ndodhet 2016. Është e paprecedent. Është e paprecedent që 800 veta që përfaqësojnë këto 140 familje të hidhen në rrugë nesër, sepse me sa di unë ata nuk i hapin në dyqanet e tyre, nuk kanë më drejt i hapin. Është e paprecedent që ne si këshilltar të marrim mbi supet tona faje të tilla. Të votojmë, të zvendçojmë ca biznese me ca tjera dhe të hedhim 800 veta në rrugë. Qoftë ai që ka votuar dhe qoftë ai që e mban, le ta mbajë. Sot, të nderuar miq, ka vetëm një diçka. Në qoftë se çdo këshilltar i thret ndërgjegjës tij personal duke parë se çfarë ka ndodhur në këto 3-4 muaj dhe i rivoton atë vendim dhe i rivoton listën, ne kemi mundësi që të vendosim një të drejtë morale të paktën ne si këshill.